Të dashur të mi, ne të gjithë dvegjel, të mdhej, bura, gra, hoxhallar, xhamat, haxhi, pa përjashtim orientimet politike, gjitha besimet fetare, jemi ushtria shërimtare e Kosovës. Të gjithë. Kush nuk e kupton kështu, është armiku i mundit dhe i kontributit të shumë gjeneratave, dëbrezave, prej mas luftës dytë botërore, e 68-a, e 74-a, e 81-a, e 90-a, e deri te lufta e fundit, është armiku dhe hasmi i krejt atyne burrave dhe grave, që janë burgose, janë derzë në përburgje padrejtisht, e janë dhunu e përsekutu. Sot jemi gjithë ushtria shërimtare e Kosovës. Sot gjithë jemi kunder vendimit të pa drejt. 27 shtetet të NATO-s duhet me i denu e me i gjyku pse kanë bombardu makinerin terroriste serboslavet Miloševićit. 27 shtetet NATO-s duhet me ju jep ka 45 vjet burg pse e kanë bombardu ushtrin edhe milicin serboslave terroriste qetnike kriminele. Prandaj ne gjithë, se cilin formën e vetë, në mënyrën e vetë, do t'jemi të reshtum, do t'me ilon budalachet, do t'me ilon inatet politike e ideologike, se interesi i vatanit, i liris, i luftës, i kontributit është maj malë se interesi i emnave të përveqem, i partive, ideologjive, grupeve, të grupacioneve, të grupeve të interesit, e qka dush tjetër jo. Allahu dhul Gjelal në Kur'an thot: mos u hasmoni e mos u përçanin me zvete, wa tadhhab rihukum, se kur përçaheni e hasmoni, ju humbet i tibari juj, jeni të pa fuqishëm në syrin e armikut. Po kur jemi unik, një mendje, një orientim, një qëndrim, atëherë edhe armiku, por edhe ata që janë arkitektet e padrejtis, thojnë, na pas kem pun me një popull të tërë, një popull një zë, një popull një njeri. Prandaj vllazët e mi, ne nuk e kemi asnjë dilem, nuk e kemi asnjë dyshim se lufta jonë ka qenë luftë e drejtë për liri, për me jetu me dignitet, për me mujtë se cili me shpreh gjuhën e vetë, kulturën e vetë, traditën e vetë, besimin e vetë, përkatësinë e tij, pa dallime, pa diskriminim, pa racizëm, pa dhunë, pa urrejtje, pa padrejtësi, pa zullum, po se cili me e marë ato qka i takon. Dhe Allahu dhul Gjelal na ka nderu e na ka mundësu, si shitkon ju bashkë me mund këtë xhami, kur mos me pasqen liria e mos me pa ardh njerëzit e vendit ton, e shtetit ton, e sot ne këtu me qindra njerëz, 5 ditë thirrët e zoni.